bashkim nuk është bashkim kundër dikujt. Ky është bashkim për Kosovën, për familjet e Kosovës, për punëtorët që punojnë me nder, për fëmijët që i rrisin në Kosovë, për gratë që punojnë çdo ditë e kur s'ja u njeh kontributin, për pensionistët që meritojnë dinjitet për angazhimin e tyre jetësor dhe për dinjitetin e shtetit para botës dhe jetë shumë të mirë brenda. Kur ata zgjedhin përçarjen, ne gjithmonë zgjedhim bashkimin. Kur ata zgjedhin zhurmën, ne zgjedhim punën. Kur ata zgjedhin të kaluarën, ne zgjedhim të ardhmen. Ata mund të flasin për kundërshtar, ne do të flasim për qytetar. Ata do të kërkojnë armiq, e ne do të japim zgjidhje. Sepse politika që ndon njerëzit mund të fitojë një ditë, por vetëm politika që bashkon njerëzit mund të ndërtojë një vend. Bashkohuni sepse bashkimi është zëria atyre që nuk pranojnë ta shohin Kosovën të molisur nga përçarjet, nga frika dhe urrejtje. Është thirrje për njerëzit që ende besojnë se ky vend mund të udhëhiqet me ndershmëri, me dije dhe me guxim qytetar.